Nderuar kolegë deputet, zoti kryeministër, kryesues, arsyeja pse dola ishte se në mbledhjen e kaluar 2 herë u zon goja emri im dhe në një diskutim të vet kryetarit parlamentit u apostrofu çështja që kishte lidhje me mua. Unë dëshiroj të sqaroj këtu se kryetari parlamentit, që është njëkohësisht shefi Shikut, vazhdimisht thot që gjitha çështjet që kanë të bëjnë me krimet t'i adresojmë të organet kompetente, pra në prokurori dhe në gjykata. Në anën tjetër, kur kemi një vendim gjykatës, vendim të plotfuqishëm, atëherë ai kontestohet. Pra ku është logjika këtu? Njëherë thuhet që drejtohemi te organet kompetente, kur merret një vendim i organeve kompetente që e kam unë këtu përpara, dhe është një vendim i argumentuar i gjykatës, atëherë thuhet që ai është i pavlefshëm sepse dikush që aty ka dëshmu, do ta shohim kush ka qenë ai dhe kush kanë qenë bashkëpunëtorët e tij. Nëse Nazim Llaça si dëshmitar i atij procesi gjyqësor s'pas ka qenë kredibil, e gjykata e ka vlerësuar si tillë, atëherë i kujt është ai person? Nuk është i imi, nuk është i LDK-s, dihet i cilës struktur të krimit organizuar dhe vetë vendimi i gjykatës thotë që ai ishte antar i Shikut dhe se Shiku ka tentuar të më vrasë mua me 12 qershor. Këtë nuk e thot veç një gjykatë, këtë e thot edhe raporti i NATO-s, i një aleancë ushtarake më të fortës në botë, ku konstatohet se ishte organizuar një tentim atentati i armatosur ndaj Adem Salijait nga Shiku. Edhe ai raport e thot. Pra nuk e them unë, nuk e thon mediat, po e thon disa organe që janë kredibile dhe zyrtare. Në anën tjetër, cili gjykatës dhe cili prokuror në Kosovë ka guxim ta zhvillojë një proces gjyqësor kundër krimit të organizuar në Kosovë? A mund ndodh kjo? Nuk mund ndodh absolutisht dhe është absurd mbi absurd të thuhet që për ndonjë krim të krimit të organizuar ne do të drejtohemi gjykatave në Kosovë. Çështja tjetër, pse formohet një gjykatë speciale për krimet në Kosovë? Sepse nuk ka gjykata në Kosovë që guxojnë të gjykojnë këto krime. Dhe faja është përsëri jo të ndërkombëtarët, jo të ne, po të ata që i kanë kryer krimet dhe që e kanë bërthyer çdo institucion në Kosovë dhe asnjë institucion nuk guxon të merret seriozisht me këtë çështje. Pra, janë çështje që janë argumentu, unë i kam këtu dokumentacionin komplet gjykatës, e kam raportin e NATO-s dhe janë çështje publike që dihen publik.